për presidentin e ri? Ja, në disa ditë ka mundësi që do të gjendet në zgjedhjen mes partive tjera politike, por përveç nuk po shoh ndaj shpresë për fat keq, nuk po shoh ndaj shpresë për kompromis, nuk po shoh ndaj shpresë për bashkëpunim. Na jemi si shtet i rregulluar, ashtu me kështu që duhet të bëjmë kompromis, duhet të kemi bashkëpunim për pozitë presidentit edhe nuk ka diçka të tillë, kështu që po duket se jemi rrugës për zgjedhje që është plani më i keq, sidomos në këtë situatë aktuale gjeopolitike që ndodhet e gjithë bota, as mos shteti i Kosovës. Punoi mjaftueshëm për ta zhbllokuar këtë situatë, krijoi vetëvendosjes? Po, ndërsa qysh në fillim zoti Kurti ka përmend që kjo numri pi 81 votave nuk është i mjaftueshëm, edhe nuk është i sigurt, edhe teknikisht e ka largu pak LDK-n prej mundësisë bashkëbisedimit qysh në fillim. Edhe sado që jemi mundu me qenë në takime dhe me qenë bashkëpunues dhe me dhënë ide të ndryshme për proces, si u pa në fund gjitha ka qenë pak a shumë një farë demaskimi i planit fillestar që s'ka qenë interesuar për bashkëpunim asnjëherë. Me pas qenë kjo marrëveshje kishte mujt me u bë qysh në janar kur janë përfunduar zgjedhjet, a kupton? Nëse kemi pas mundësi të bëjmë zgjidhje për bashkëpunim qeverisës, kjo ka mund bëhet janar. Ende pa u formuar qeveria, sepse është ditë që kemi marrë te momenti për zgjedhjet e presidentit, është ditë që duhen 80 vota, është ditë që duhet të kemi bashkëpunim, po prej këtyne rrjedhave logjike, edhe një logjik shumë e thjeshtë, e kupton që nuk ka pas asnjëherë plan për bashkëpunim. Pra, për këtë arsye e refuzuat si subjekt politik 2 ofertat vetëvendosjes? Ja, ndëgjëm, nuk refuzuam oferta, sepse kjo po t'ingllon në mënyrë, si me thonë, decisive shumë, është pak se manipulim. Qa keni Ne asnjëherë nuk kemi kërku pushtet për me mujt me falë shtetin dikujt me e kontrolu. Nuk e pranojmë një gjatë të tillë. Nuk mundesh neve me na thonë, merret ti këtu pak pushtet, edhe mbylli syt voto për ata që të thëmone, unë du me marë presidentin, kryeministrin, kontrolën totale, pastaj gjykatat, pastaj prokurorim, pastaj këtë se. Këta nuk mundesh mja bolle të kësë. Ne kemi qenë të hapur me bisedu, po para se me bisedu për pozita, për emra, është mirë me bisedu për proces. Edhe procesin nënkupton gjana pak ma thelpsore se sa pozitat edhe emrat. Procesin nënkupton si shteti me mujt me mbet i pakapun prej një partije politike, si shteti me mujt me rujt demokracin, me rujt kushtetutshmërinë, si shteti, institucionet e shtetit, mos me pas njerëz me libreza partijake, si janë bona në 5 vite punë. Ndoshta kanë qenë ma heret, po s'paku dikur do të mund dalë dhe me thonë, duhet profesionistë më heq këtë shtet. Si gjykatat me qenë pambaruna, si prokuroria me qenë pambaruna, do të mu definu këto procese. Edhe moment që i definon këto procese, pastaj gjithë kanë qef me marë pushtet, po letë është me bisedu për pushtet. Shteti nuk është pazar, bre, kjo nuk është pazar me thonë ti dhash në ty 3 ministri, po ti si dash të 3 ministri, unë po ta dho